Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 26 dhjetor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që të ndiqni. 26 dhjetori është dita 360 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 5 ditë. Ngjarje 1898. Marie de Pierre Curie shpall izolimin e radiumit. 1926. Turqia adapton kalendarin gregorian. 1968. Në Kuvendin Federativ të RSF-s u aprovuan amendementet në kushtetut, me të cilat u zgjerua autonomia e krahinave të Kosovës dhe Vojvodinës, duke u dhënë statusin e ngjashëm me atë të republikave. Krahinat fituan kushtetutën krahinore. Krahina e Kosovës dhe Metohis e mori emrin Kosovë. Në këtë datë historia na sjell ngjarje dhe momente të paharrueshme dhe disa prej to fillojnë në vitin 1492, kur Kristofor Kolombi gjatë udhëtimit të tij të parë drejt botës së re, përjetoi një ngjarje dramatike kur anija e tij, Santa Maria, u përplas në brigjet e Haitit. Kjo ngjarje shënoi fillimin e ndërveprimit të Europës në kontinentin amerikan. Shumë shekuj më vonë, në vitin 1898, shkencëtarët francezë Pierre dhe Marie Curie shpallën zbulimin e radiumit, një element që të transformonte shkencën mjekësore dhe kërkimet në fizik. Një tjetër kthesë historike ndodhi në vitin 1919, kur u formua Partia Komuniste Gjermane, duke shënuar një moment të rëndësishëm në politikën europiane pas luftës së parë botërore. E po ashtu në vitin 1991 një epokë përfundoi zyrtarisht, ku Bashkimi Sovjetik pushoi së ekzistuari duke shënuar fundin e luftës së ftohtë. Në vitin 2004 bota u trondit nga një tërmet i fuqishëm në Oqeanin Indian, që shkaktoi një tsunami shkatërrues, duke marrë jetën e qindra mijëra njerëzve dhe lënë pas një trashëgimi dhimbjeje. Por kjo datë nuk është e mbushur vetëm me ngjarje, ajo na sjell figura të shquara të lindura në to. Në vitin 1791 lindi Charles, baba i konceptit të kompjuterit modern, ndërsa në vitin 1891 bota e letrave fitoi një shkrimtar të jashtëzakonshëm, Henry Miller, i njohur për prozën e tij të guximshme. Në shekullin 20, në vitin 1921, Steve Allen solli freskinë në ekranet televizive, ndërsa në vitin 1930, Donald Knuth ndriçoi botën e shkencës kompjuterike. Një emër i njohur për botën e artit dhe muzikës, Jared Leto, lindi në vitin 1971. Në 1791 lindi Charles Babbage, matematicien, shpikës dhe ekonomist anglez. 1891 lindi Henry Miller, letrar amerikan. 1893 lindi Mao Zedong, politikan dhe kryetar kinez. 1955 lindi Zlatko Lagumgjia, politikan i Bosnjës dhe Hercegovinës. 1956 lindi Noel Malcolm, shkrimtar, historian dhe poliglot dhe gazetar britanik. Megjithatë, 26 dhjetori shënon dhe fundin e jetës për disa figura të rëndësishme. Në vitin 1530, Babur, themeluesi i perandorisë mogule, ndoroi jetë duke lënë pas një perandori madhështore. Në vitin 1890, Heinrich Schliemann, arkeologu që zbuloi Trojën, u nda nga kjo botë. Dy presidentë amerikan, Harry S. Truman dhe Gerald Ford, ndoruan jetë në vitin 1972 dhe 2006. Së fundmi, në vitin 2020, bota mori lam të mirën e spionit të famshëm George Blake, një figurë kontroverse e luftës së ftohtë. Tani do t'ju ftoj të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Në 1867 vdiq Jozef Košić, shkrimtar, historian, etnolog sloven. 1979 vdiq Zef Mala, publicist dhe kryetari i grupit komunist të Shkodrës. 1977
Vdiq Howard Hawks, regjisor filmi amerikan. 1980. Vdiq Richard Cheese, vrasës serial amerikan. 2006. Vdiq Gerald Rudolph Ford Jr., presidenti 38 i SBA-s. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë së shekullit të 20. Henry Miller është një nga zërat më të veçantë të letërsisë, i cili lindi më 26 dhjetor të vitit 1891 në Yorkville, një lagje gjermane amerikane në Manhattan. Në një familje të thjeshtë emigrantësh, Miller u rrit në një atmosferë që shfaqte dualitetin mes disiplinës tradicionale dhe impulsit të lirë krijues që do ta karakterizonte gjithë jetën e tij. Në rininë e tij, Miller eksploroi disa profesione, por asnjë nuk arriti të mbushte boshllëkun e brendshëm. Ishte dëshira për të kuptuar jetën dhe për të sfiduar normat që e shtyna të drejtë letërsisë. Provoja e tij si drejtues në një kompani telegrafike i dha një siguri ekonomike, por jo shpirtërore. Kjo e shtyu drejt udhëtimeve dhe kërkimit të vetvetes. Në vitet 1930, Henry Miller la Amerikën dhe u vendos në Paris, ku nisi të krijonte një rrethmish artistësh që do të ndikonin fuqishëm në stilin dhe jetën e tij. Ishte në këtë qytet të lirisë ku Miller shkroi veprat e tij më të njohura. Romani Tropiku i Gafores, i botuar në vitin 1934, ishte një përzierje e fuqishme autobiografisë, erotizmit dhe reflektimeve filozofike, që sfidoi tabut dhe censurën e kohës. Pas suksesit të tij në Paris, Miller shkroi dhe vepra të tjera të paharrueshme, si Tropiku i Briciapit dhe Pranvera e Zezë. Veprat e tij ishin shpesh provokuese, të mbushura me mendime të drejtpërdrejta për dashurinë, artin dhe lirinë. Kritikët shpesh e cilësonin si një rebel, ndërsa lexuesit e adhuronin për ndeshmërinë e tij. Pas kthimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1940, Miller vazhdoi të shkruante, duke u vendosur në Kaliforni, ku përqafoi një jetë më të qetë, larg qendrave urbane. Ai u bë një zë i rëndësishëm për brezat e ri të shkrimtarëve, duke frymzuar lëvizjen e Beat Generation. Henry Miller vdiq më 7 qershor të vitit 1980, por trashëgimia e tij letrare vazhdon të mbetet e gjallë. Do të vijmë me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim se pse gjirafat nuk kanë korda zanore. Gjirafat kanë një strukturë fiziologjike unike në fytin e tyre, ndërkohë që shumica e gjitarëve kanë korda zanore të zhvilluara për të prodhuar tinguj. Gjirafat i kanë të pazhvilluara. Kjo i bën ato praktikisht të heshtura për shumicën e kohës, dhe kjo është arsyeja pse shpesh mendohej se ato nuk flasin fare. Por studimet e fundit kanë treguar se gjirafat në fakt komunikojnë, por në mënyra shumë delikate dhe unike. Ato lëshojnë tinguj me frekuencë shumë të ulët, të cilët janë të padukshëm për veshjen e njeriut, por mund të udhëtojnë në distanca të mëdha dhe përdoren për të dërguar mesazhe mes gjirafave. Ato ndonjëherë lëshojnë tinguj të ulët si murmuritje, fishkëllima ose rënkime. Këto tinguj mund të ndodhin gjatë netëve kur janë më të qeta dhe mendohet se përdoren për të qëndruar në kontakt me grupin e tyre. Përveç tingujve, gjirafat përdoren shikime dhe gjeste, si përkulja e qafës ose pozicionimi i trupit, për të komunikuar për rreziqet ose për të shfaqur dominancë në grup. Tani do të kalojmë në rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot do të flasim rreth vlerave ushqyese të misrit. Misri, një produkt me shumë vlera që mund ta përdorni në të gjitha vaktet e ditës suaj, pasi ka një përmbajtje të lartë në karbohidrate dhe shumë fibra. Këto janë vlerat që përmban misri. Është një burim i pasur i vitaminave A, B, E, thiaminës dhe niasinës, acidit pantotenik, dhe është një burim shumë i mirë i mikroelementeve dhe ka një përmbajtje shumë të lartë në fibra. Misri gjithashtu siguron një pjesë të madhe të vlerave ditore në acid folik, një vitaminë shumë e rëndësishme që luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e duhur të fetusit në shtatzanin përgjatë 3 muajit të parë. Gjithashtu misri përmban një vlerë shumë të lartë antioksiduesish, duke ndihmuar një sër sëmundjesh tumorale. Alzheimer ndihmon në uljen e inflamacionit dhe përmban beta-kriptoksianin, një substancë që hyn në familjen e karotenoidëve dhe është një antioksidues shumë i fuqishëm, i cili na mbron nga tumori mushkrive, por jo vetëm. Përmban lutein,
një substancë që ndihmon syrin nga degenerimi makular, shkak kryesor i humbjes së vizionit tek të moshuarit. Ngadalëson procesin e plakjes. Kjo është e mundur për shkak të vetive antioksiduese që mistri përmban, për shkak se përmban selenium, si dhe vitamina A, E dhe B, me të cilat mistri është i pasur. Ato rigjenerojnë qelizat dhe indet, rinovojnë dhe përmirësojnë gjendjen e lëkurës. Për më tepër, për shkak të vetive të tij të gjithënshme, të dobishme, ai ul nivelin e sheqerit në gjak, duke pasur një efekt diuretik dhe koleterik. Mistri është i dobishëm për pacientët hipertensiv, diabetikët, si dhe për çrregullimet e traktit bilar, edemën, hepatitin, kongitin dhe kolestitin. Në dietologji, ushqimi i mistrit përmirëson funksionimin e traktit gastrointestinal, përshpejton metabolizmin, stimulon djegjen e yndyrës dhe lehtëson tretjen e ushqimeve yndyrore. Për më tepër, mistri ka një përbërës kaq të dobishëm si kolina, e cila kur furnizohet mjaftueshëm në trupin tuaj, ruan peshën optimale. Prandaj mistri është shumë efektiv për obezitetin. Ai trajton kapsllëkun, ka një efekt të dobishëm në sëmundjet kardiovaskulare dhe të mëlçisë, lehtëson simptomat e sulmeve të gastritit, si dhe sëmundjet të gureve të tëmthit, forcon sistemin nervor, ushqen qelizat nervore, ka një efekt qetësues dhe ndihmon për të përballuar depresionin. Promovon formimin e fibrave të muskujve, pastron trupin nga toksinat. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 26 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në disa zona dhe me vranësira në pjesë të tjera të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga intervale me diell në zonat qendrore dhe lindore, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësirave kryesisht në jug dhe jugperëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell, sidomos në zonat qendrore dhe verilindore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 26 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 26 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 0 deri në 6 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 13 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 7 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 2 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 11 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 16 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 26 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike me mot kryesisht pjesërisht të kthjellët. Paraditja do të jetë me vranësira të pakta, ndërsa pasditja sjell intervale më të gjata me diell në disa qytete.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 26 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 26 dhjetor do të jetë rreth orës 7:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 6 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj -3 deri në 4 gradë Celsius. Pej 1 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë -2 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 6 gradë Celsius. Malishev -2 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 4 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 3 gradë Celsius. Suharek -1 deri në 5 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 3 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi ta gjeni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavari dhe Drita Televizion. Ndërsa nëse dëshironi që ta shikoni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.